Ju faleminderit, qytetarët e mi. Jam një fermer nga fshati Mirzë, nuk ka lidhje ngjyra politike. Kjo padrejtësi që i bëhet komunitetit Divjakës është një babësi, është një slavëri, është një çmenduri prej kryeministit dhe prej 5 veta apo 10 veta deputet. Vullëm 15-10 me nvelin. Shkojnë me lushje, prisin autobusin Arivës, i fusim lekë në përstundojë Arivës, të shkojnë me lushje për të marrë fill. Sot që në e demokracia, këzuam, sot e demokracia. Dhe kjo s'është demokraci, kjo është sklavëri. Sot në falni. Kur e kam parë në telefon që Divjaka do t'i bëjë kandidat lushje, nuk kam gjë me ushnjën. Është vendim, vendlindja ime është Divjaka, kam lindur të do të vdes në Divjak. Nuk mund të lejojnë kryeministri shenën e tonë, të kriminal, të kush, të vit mirë apo kulto. Ja them ty, se të vinë mua në studio televizive këtë kriminal. Na vjen këtu në takime me kryetarin e bashkisë, që për cilën kam respekt. Jo për civilizëm. Jo për civilizëm. Kam shumë respekt për civilizëm. Të na vjen në studio televizive na thonë, Divjaka ka resurse. Po zotri, i ka resurse. E të i marrë shtio kriminal. Të në marrë plazhin, të në marrë prillumin, të në marrë lakunën, të në marrë jetën, të në marrë detorinë arsimore. Se marrë zotri, tu ka njerëz të arsimor, tu ka njerëz të shkolluar, tu ka njerëz të japin ujë pish lugës. Unë po ju them një thirrje shpirti këtu brenda më bulbulon. Jo të bllokojmë rrugën. Referendum popullor dhe fëmia në parkun e nënës do ta mposhti të kriminal. Nga ky nuk pret asnjë gjë. Ky do të çojë plaka të kurbet. Unë të e mora me të shëmirësi se më tha një shok për shaka me mua lulli nuk është gjyra jote. Jo të thej, jemi të barabartë. Kryetari i bashkisë i Majt apo i djathtë është kryeministër për ne. Ne trokasim në derë atje. Jeta një investim. Sa do ta bëj? Do ta bëj asnjë plegjesh? Nuk ka plegj Divjaka. Se Divjaka njëri ka njerëz punëtor. Po, të më falni, më është mundësia se punoj me kamiona, eksportoj mall me një shokun tim dhe e kam mbredhur Shqipërinë. Jo se kam mbredhur i tregoj këtyre vëllezërit mi që jam i mbredhur. Jo, unë deri lushe kam qenë, te dorën kanë marrë. Por ama Divjaka është një vend që punohet se po ka mbillë 3 herë. Ky kryeministër, ku e ka mendjen? O pa ka ta shashje apo të drogën, na Shqipërinë na certifikat. Te drogën e të ketë, unë nuk pi drogë. Ky popull do drejtësi. Ju faleminderit, nuk më poshtemi, po të luftojmë deri në pikën e fundit. Se do ta shtukim të kriminal. Ju faleminderit. Alto se nuk punon. Keni lënë ato hallet tuaja, keni lënë punët tuaja dhe keni mbritur këtu në këtë protest që zhvillojmë sot të revoltuar po dhe të indinjuar për këtë reformë të Partisë Socialiste, reformë territoriale.